Asambleja Kombëtare e Francës. Fjalimi i zonjës Mariam Rajavi, presidente e zgjedhur e rezistencës së Iranit, me praninë e anëtarëve të Asamblesë Kombëtare dhe personaliteteve politike. E martë 27 maj 2025. Kristina Rarigji, deputete e Asamblesë Kombëtare, kryetare e Komitetit Parlamentar për një Iran Demokratik. Andë Qasin, kryetar i grupit të Majk Demokrat dhe Republikane, në Asamblenë Kombëtare deri në mars 2025. Kryetar nderi i Komitetit Parlamentar për një Iran Demokratik. Philippe Gosselin, nënkryetar i Komitetit për Legjislacionin Kushtetues, në Asamblenë Kombëtare, nënkryetar i Komitetit Parlamentar për një Iran Demokratik. Julien Brugueroles, deputet i Asamblesë Kombëtare. Jean-Pierre Ebrard, deputet i Asamblesë Kombëtare nga viti 1988 deri në 2012. Një nga themeluesit e Komitetit Parlamentar për një Iran Demokratik. Doktor Alejo Vidal Quadras, kryetar i Komitetit Ndërkombëtar në kërkim të drejtësisë, nënkryetar i Parlamentit Evropian nga viti 1999 deri në 2014.